Familjarët e të ndjerit të Vedat Ademi, i cili të hënën në rrethana të dyshimta, kanë dëruar jetë në spitalin e Kumanovës, kanë dalur sot me një letër publike, të cilët urojnë që kjo dhimbje familjare të jetë si një fener për përmirësimin e gjendjes në shoqëri. Duke qenë të vetëdijshëm për humbjen dhe dhimbjen që kemi si familje, shpresojmë që Vedati të jetë sakrifica e fundit e një sistemi të rënuar dhe të bëhet feneri, i cili do të ndriçojë mendje dhe funksionimin e një mentaliteti kolektiv në përgjithësi, llogaridhënie dhe veprim në përmirësimin e mirëbesimit në institucione dhe organet ligjvënëse. Familjarët kërkojnë transparencën në hetim, të bindur në ndryshimin e rastit edhe pse, siç thuhet në letrën publike, drejtësia nuk gëzon besueshmëri dhe se është e politizuar dhe ku është përzier politika, aty nuk ka pasur drejtësi. Ata shtojnë se janë të përkushtuar në ofrimin e bashkëpunimit me organet kompetente në ndryshimin dhe zgjidhjen e lëndës për Vedat Ademin. Kujtojmë se 32 vjeçari Vedat Ademi nga Kumanova ka ndëruar jetë në spitalin e përgjithshëm të Kumanovës më 17 mars. Ai paraprakisht kishte shkuar për kontroll pasi është ankuar për probleme me stomakun, ndërsa mjekët i kanë dhënë ilaç ndaj të cilit ishte alergjik. Në lidhje me rastin, Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka shkarkuar drejtorin e spitalit Stefan Trajanovski.